Bloku opozitor nuk shkojnë punë. Ne tjerë gjithë shkojnë punë më mëngjes në det. Herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë të kryeministrit. Vetëm populli den me bo këtë rezultat me arrit. Shumica votojnë e ne fitojmë. Ne do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike. Urime qeveria Kurthi 4. Po e falenderojmë së pari popullin ton. Popullin ton të dashur, popullin ton të mirë, i cili nuk u lodh kur duke mbështet lëvizjen vetëvendosje dhe kryeministrin Albin Kurthi. Sot keni tregu, edhe jo vetë sot, se në ra zgjedhej me pas si shpesh këto një vjetë e gjysë, po edhe gjatë kësaj fushate dhe ditore, ju falemderit se cilit qytetar që ka tregu kultur të lartë demokratike. Falemderit nga zemra. Vetëm ju duke qenë të palodhur, vetëm populli, den me bo këtë rezultat me arrit, përmes votës, në civilizuar, në mbështetjet lëvizjes vetëvendosje, edhe njëherë falemderit nga zemra popullit Kosovës. Falenderimin e dytë dojna me bo për gjitha ta mira e mira aktivist të cilët kur nuk jë ndalë të punu. Kjo është fryma e lëvizjes vetëvendosje. Qyshe tha dhe kryeministri shumë bukur mron, pikërisht ata që nuk duken, neve na vendosin në skemë. Dhe na i mundësojnë, jo vetëm me folë, po na i mundësojnë pozicionet tona, përgjegjësitë dhe detyrat që i marrim. Falemderit aktivistëve të palodhshëm të lëvizjes vetëvendosje. Një falenderim special për mërgatën tonë. Urime edhe një fitore e radhës e lëvizjes vetëvendosje. Për më pak se 7 vjetë, kjo është fitoria e 5 televizjes në zgjedhjet parlamentare. Kemi fituar në vitin 2019, kemi fituar në vitin 2021, kemi fituar 2 herë në vitin 2025 dhe fituam përsëri në vitin 2026. E pra, të dashur qytetar, ky është edhe një konfirmim i radhës që së paku kjo dekad, e unë besoj edhe shumë më shumë se kaq, është e qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje. Prandaj edhe në këto zgjedhjet e 5-ta parlamentare, për më pak se 7 vjetë, u dëshmua që të gjithë garojnë, shumica votojnë, e ne fitojnë. Unë ju falenderoj nga zemra dhe jam për jetë mirënjohës për gjithat angazhim, punë, përpjekje, mund që keni bërë që lëvizja vetëvendosje të vazhdoj me qeverisjen e saj të mbar e të mirë demokratike, ku ne i bëjmë bashkë sigurin e shtetit e të kufive me mirëqenjen e qytetarve.
ku ne i bëjmë bashk edhe punëtorët, edhe ndërmarrjet, edhe infrastrukturën, edhe bujqësin, i bëjmë bashk edhe kujdesim për nëna e fëmijë, edhe atë për burra e pleq, për djem e vajza, pa dallim. Faleminderit shumë për gjithë këtë mbështetje e përkrahje të pakursyer e të parezervë në secilën sfidë e pengesë që kemi pasur. Pra nuk ka vështirësi që nuk e kemi te i kaluar. Edhe atëherë kur është dukur e pamundur, ne e kemi realizuar. Të jeni të sigurt, të dashur qytetarë, që televizja vetëvendosje e keni garancin e mirë qeverisjes dhe se shteti si Republik është në duar të sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë të kryeministrit. Kosova e ka dhe presidenten, e ka ushtrusën e detyrës presidentës Albulena Agil. Dhe besoni dashur qytetar, që pavarësisht sa festojmë sonte, nesër në 8 mëngjes, krejt qeveria e në punë. Se cili minister e zëvendës minister, të gjitha ekipet tona, e unë si kryeministër, dhe zyra e presidentes, Albulena me krejt ekipin e saj, në 8 mëngjes janë gjithë në punë. Ajo që ka i mungën shtetit Kosovës, nuk është as qeveria, as presidenca e presidentja. Republikës Kosovës i mungën kuvendi. Fatkeqësisht bloku opozitor nuk shkojnë punë. Ne tjerë gjithë shkojnë punë mëngjes në det. Dhe ne jemi të interesuar që edhe bloku opozitor të shkojnë sa ma shpejt në punë. Andaj urojmë që legislatura e 11 t'ja filloj dhe kjo varet para së gjithas nga certifikimi i rezultateve. Natyrisht që në javët në vijem do të komunikojmë, do t'i takojmë e do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike të Republikës Kosovës